Hajtë përmend me 2 ose 3 o negative, për shembull të këtyre dëmeve që i përmendë. Po, këtyre dëmeve, për shembull, shtrëmrimi i fytyrës? Jo, përpos shtrëmrimi i fytyrës mund të vijë deri te ajtja e enkja e tepërt. Mund të vijë deri te injektimi i tyre në enët e gjakut dhe bllokimi i tyre. Bllokimi i një enëve të gjakut, nëse ajo enë është ena e cila e furnizon kryesisht ato, sepse përpos enës kryesore gjakut që furnizon atë pjesë, kemi edhe, domethënë, edhe enë tjera të vogla që janë më pak, por nëse e bllokojmë aty vije deri tek nekroza e asaj pjese. Ma vjosja, asi mandi botë e zezë, e mandi duhemi me operu krejt. Me thonë, nëse ty t'ka pengu që kjo ne t'u dosht, nëse nuk e njohim këtë pjesë asi, ne mujmë me shkaktu dome shumë ndajna, mujna me e bo një nekroz, ose me kompletu, me na vdek kë indi, nëse që thejmë në gjuhën popullore, e mandejnë duhet me bo operime të cilat ka me pos, nuk kemi qësh me ikë, më thonë, e shpëtojmë, po kemi me pas shenja shumë më të mëdha se që ajo viqit ka pengu ma herët. Sa rrezik, sa rrezik. Pikrisht. E nëse këtu, dhe më thënë... Nëse bëhen të profesionist, këto rreziqe nuk janë. Janë minimalisht dhe nuk janë fare. Po, është fjala kur bëhen të, si që është doktoresh Aliridon, taman kirurge, doktoresh ose kush do tjetër, por që nuk është thjesht një estetist. Sepse kjo është me keqja, rreziku. Ajo është po, sepse estetika, kur po thëmë se do më thonë, estetika që është jo invazive, qoftë edhe mikroinvazive, ne nuk po përzijeme aty dhe ne t'i takojnë, do më thonë, unë personalisht, për shambull, unë nuk merrem me ato trajtimet të cilat nuk janë, do më thonë që nuk po përkasin mia, përkasin domenit tem edhe letëm besin. Më thonë, është që se cili dhe të bëj punën e vetë, sepse ato e di mas miri. Po.